Ti, i dashur dash, njihesh si pionieri i zodiakut. Je ai që hidhesh në zjarr pa pyetur sa i nxehtë është. Kjo guximi të ka bërë fitues në shumë betejë të jetës. Por sot, yjet po të dërgojnë një sinjal të kuq që nuk duhet ta injorosh. Marsi, planeti yt udhëheqës, ndodhet në një pozicion delikat që po të ushqen dëshirën për të shpenzuar, për të bler luks apo për të investuar në projekte shkëlqyese që premtojnë shumë, por që në fakt janë fluska sapuni. Problemi nuk është të dëshira jote për të ecur përpara, por të verbëria ndaj detajeve. Je në një fazë ku portofoli yt po rrjedh pa e kuptuar. Ato blerjet e vogla online, darkat e shtrenjta për të treguar bujarinë tënde, apo ndoshta i mjeti i ri që mendon se të duhet patjetër për punën, janë në fakt hapa drejt një humnere financiare. Pse duhet të ndalosh septa? Nuk bëhet fjalë për një kursim të përgjithshëm, por për një stopim emergjent. Astrologjikisht, po i afrohemi një kuadrati të vështirë që prek shtëpinë tënde të dytë, të ardhurat, dhe shtëpinë tënde të katërt, familjen dhe shtëpinë. Kjo do të thotë se paratë që po shpenzon sot për qejf do të jenë saktësisht shuma që do të mungoj javën e ardhshme kur të trokas një emergjencë. Shpenzimi impulsiv është armiku yt më i madh për momentin. Ti mendon se do të fitosh më shumë nesër, dhe zakonisht ashtu ndodh, por këtë herë burimet mund të bllokohen përkohësisht. Ndalimi i shpenzimeve sot nuk është shenjë dobësie apo varfërie. Është lëvizje strategjike e një lideri që parashikon stuhin. Reja e zezë mbi familje, çfarë po afron? Kur flasim për një krizë familjare, nuk duhet të kapesh nga paniku, por nga gatishmëria. Kjo krizë mund të marrë disa forma. Një riparim i papritur i shtëpisë, diçka që lidhet me strukturën, ujin ose energjinë që kërkon një shumë të konsiderueshme menjëherë. Një çështje shëndetësore e një të afërmi. Dikush në rrethin tënd të ngushtë mund të ketë nevojë për mbështetje financiare që vetëm ti mund t'ia ofrosh. Një detyrim i harruar ligjor ose pronësie. Dokumente që dalin në dritë dhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme monetare. Kjo krizë nuk vjen për të shkatëruar, por për të testuar stabilitetin tënd. Nëse ti vazhdon të shpenzosh për gjëra sipërfaqësore, kur kjo situatë të ndodh, do të ndihesh i pafuqishëm. Dhe për një dash, nuk ka asgjë më të rëndë se sa ndjenja e pafuqisë për të mbrojtur njerëzit e dashur. Psikologjia e dashit dhe raporti me paran. Dashi e sheh paran si energji. E fitova, do ta shpenzoj që të krijoj hapësirë për më shumë. Ky është mentaliteti yt, por aktualisht universi po të kërkon të mësosh vlerën e akumulimit. Shënim i rëndësishëm. Mos e ngatëro kursimin me kopracin. Sot, të kursesh do të thotë të jesh heroi i familjes tënde pas pak ditësh. Ti ke prirjen të blesh gjëra që të rrisin adrenalinën, por pyete veten. A ka adrenalin më të madhe se sa të kesh qetësi mendore kur të gjithë të tjerët rreth teje janë në panik? Hapat që duhet të ndërmerrni në 24 orët e ardhshme. Për të zbutur goditjen e asaj që po vjen, ndiq këtë plan veprimi. Anulo çdo porosi online. Edhe nëse është diçka që të duhet, mund të pres 10 ditë. Rishiko llogaritë bankare. Shiko saktësisht sa likuiditet ke. Mos numëro paratë që priten të vinë. Numëro vetëm ato që ke në dorë. Komuniko me familjen me kujdes. Pa krijuar alarm, pyeti nëse ka diçka që po e fshehin ose nëse ka ndonjë problem që po zlellet në horizont. Ndonjëherë dashi është aq i zëm me veten sa nuk e vëren se dikush pranë tij po vuan në heshtje. Zhvillimi gradual i situatës, ditët në vijim. Në ditët e ardhshme, do të ndjesh një presion në rritje. Mund të duket sikur po humbet mundësi të mira nëse nuk shpenzon. Por ky është vetëm një iluzion i krijuar nga aspektet negative të Mërkurit. Qëndroj pa lëkundur. Kriza familjare që po afron do të kërkojë jo vetëm paratë tua, por edhe kokën tënde të ftohtë. Nëse ke siguri financiare, do të mund të marrësh vendime të drejta. Nëse je në borxhe ose me llogari zero, do të marrësh vendime nga dëshpërimi, e cila është gjëja e fundit që i duhet një dashi. Vazhdojmë me zbërthimin e kësaj periudhe delikate, duke u futur më thellë në mekanizmat që po ndërtojnë këtë stuhi të përsosur për dashin. Nuk është thjesht çështje fati. Është një gërshetim i vendimeve të tua të kaluara me pozicionet aktuale planetare. Anatomia e shpenzimit, pse dora jote nuk ndalet. Ti mund të thuash, unë po punoj fort, i meritoj këto gjëra. Dhe ke të drejtë, por momenti që po kalon nuk ka lidhje me meritën, ka lidhje me kohën.
Saturni, mësuesi i repti zodiakut, po vëzhgon shtëpinë tënde të financave. Ai nuk të ndalon të fitosh, por të ndëshkon nëse nuk tregon pjekuri. Kur shkon në dyqan ose kur hap një aplikacion blerjesh sot, ti nuk po blen një produkt, ti po blen një shmangie, po përpiqesh të mbushësh një boshllëk ankthi që e ndjen se po vjen nga mjedisi familjar. Sa më shumë shtohet tensioni në shtëpi, aq më shumë ti dëshiron të shpenzosh për të ndjerë se ke kontroll mbi jetën tënde. Por ky është një iluzion i rrezikshëm. Portreti i krizës. Kush do të jetë shkaktari? Kriza familjare nuk do të vijë si një rufe në qiell të hapur. Ajo ka lënë gjurmë që ti ke injoruar, prindërit ose të moshuarit. Mund të ketë një neglizhencë të një problemi shëndetësor që tani kërkon një ndërhyrje ose një trajtim të kushtueshëm. Dashi, duke qenë mbrojtësi i familjes, do të ndihet i detyruar të marrë përsipër faturën. Vëllezërit apo motrat. Një i afër mund të përfshihet në një problem ligjor ose borxhi dhe do të trokas në derën tënde. Nëse ti ke shpenzuar kursimet për një makinë të re apo pushime luksoze, do të duhet u thuash jo njerëzve të gjakut, gjë që do të krijojë një çarje që do të zgjas me vite. Shtëpia si strukturë. Një defekt që e ke parë para muajsh dhe ke thënë rregullohet vetë. Tani po kthehet në një emergjencë që mund të dëmtojë edhe pronat e fqinjeve, duke e dyfishuar koston. Ndikimi i Marsit. Lufta brenda 4 mureve. Marsi aktualisht po provokon temperamentin tënd. Kur kjo krizë të shpërthej, reagimi yt i parë do të jetë zemërimi. Do të duash të bërtasësh. Pse gjithmonë unë duhet të paguaj? Pse asnjëri prej jush nuk është i përgjegjshëm? Kujdes, ky zemërim do t'i përkeqësojë gjërat. Nëse ke para të kursyera sepse ndalove së shpenzuari sot, do ta përballosh situatën me autoritet dhe qetësi. Nëse nuk ke para, zemërimi yt do të jetë thjesht një maskë për turpin tënd që nuk mund të ndihmosh. Dhe ky turp do të shndërrohet në konflikte afatgjata me partnerin ose prindërit. Kurthi i ofertës së fundit. Në 48 orët e ardhshme, do të ndeshësh një ofertë që duket e papërsëritshme. Mund të jetë një investim në kriptomonedha, një zbritje e madhe për diçka që e ke dashur gjithmonë, ose një propozim biznesi nga një mik. Mos u gënje. Universi po të teston. Kjo ofertë është krijuar për të marrë mjetet financiare që do të duhen për të përballuar krizën familjare. Nëse e pranon këtë ofertë sot, brenda 72 orësh do të pendohesh hidhur. Hapi i radhës. Analiza e shtëpisë së katërt. Shtëpia e katërt në astrologji përfaqëson rrënjët, nënën dhe sigurinë tënde emocionale. Me kalimin e ditëve, kjo shtëpi do të bombardohet nga aspekte sfiduese. Ti do të ndjehesh sikur nuk ke një vend ku të mbështetesh. Paraja në këtë rast nuk është thjesht letër. Është muri mbrojtës që rrethon këtë shtëpi. Nëse e shem këtë mur sot për një dëshirë të qastit, do të mbetesh i zbuluar kur era e krizës të fillojë të fryjë. Gemini Said. Vazhdojmë me thellimin e këtij udhëzuesi mbijetese për dashin. Tani po hym në fazën ku parashikimi bëhet konkret. Kronologjia e ngjarjeve dhe strategjia e fshehtë për të krijuar mburojën tënde financiare pa rënë në sy. Strategjia e fondit të padukshëm, si të kursesh në heshtje. Dashi ka një problem. Kur vendos të bëj diçka, e thot me zë të lartë. Por këtë herë, heshtja është fuqi. Nëse u thua të tjerëve po kursej sepse kam frikë nga një krizë, ti thjesht pofton panikun ose po u jep ide të tjerëve që të kërkojnë para nga ti. Teknika e blerjes së dështuar. Nëse të duhet të nxjerrësh para nga llogaria e përbashkët ose të shmangësh një shpenzim që pret partneri, thuaj se sistemi kishte rënje ose kartat po nxjerrin gabim. Kjo të jep 24-48 orë kohë për t'i mbajtur ato para mënjan. Rumbullakimi i çdo shpenzimi. Çdo gjë që blen sot, bukë, karburant, fatura, rumbullakoje në mendjen tënde. Nëse kushton 800 lekë, llogarite si 1000. Diferencën vendose në një zarf fizik ose në një llogari që nuk e prek kurrë. Anulimi i abonimeve fantazm, shiko telefonin tënd. Sa aplikacione po të marrin para çdo muaj për gjëra që nuk i përdor. Anuloj të gjitha sot. Ato 5 ose 10 euro që kursen këtu do të jenë buka e nesërme. Kronologjia e javës, kur do të godas kriza. Nuk është një datë fikse, por një akumulim energjie. Ja si pritet të zhvillohet situata. E hënë dita e hezitimit, do të ndihesh i tensionuar pa arsye.
Dikush në familje do të bëj një koment të tërthort për një problem, një zhurmë në makinë, një dhimbje koke e një çati që pikon. Mos e injoro. E martë, iskra, një shpenzim i papritur i vogël do të shfaqet. Kjo është provë nga universi. Nëse e paguan me nerva dhe pa plan, po hap derën për krizën e madhe. E mërkur kulmi, këtu ndodh thyerja. Një telefonat në orët e vona ose një lajm i papritur do të kërkoj vëmendjen tënde të plot. Kjo është pika ku do të thuash: faleminderit që nuk i shpenzova ato para të shtunën. Përballja me anëtarët e familjes. Kush humbet kontrollin? Në këtë krizë ti nuk do të jesh vetëm viktima, por edhe gjykatësi. Kujdes me partnerin e en. Nëse ata duan të shpenzojnë sot, ti duhet të jesh i keqi i historisë. Thuaj jo pa dhënë shumë shpjegime astrologjike që mund të duken qesharake. Thjesht thuaj: kam një ndjesi të keqe për javën tjetër, le t'i mbajmë këto para. Prindërit mund të përpiqen ta fshehin problemin për të mos të rënduar ty. Duhet të lexosh mes rreshtave. Nëse sheh se po evitojnë kontaktin me sy kur flasin për shtëpinë apo shëndetin, diçka po zihet. Pse dashi është i vetmi që mund ta ndalë këtë? Shenjat e tjera mund të dorëzohen ose të qajnë. Por ti, i udhëhequr nga Marsi, je i ndërtuar për menaxhim krizash. Problemi yt i vetëm është egoja. Ti kërkon që bota të shohë si dikush që ka gjithmonë para dhe nuk e ka problem. Sot hiqe maskën e të pasurit. Shtuqu i varfër për disa ditë. Ky është aktrimi më i zgjuar që mund të bësh për të shpëtuar stabilitetin tënd afatgjat. Lista e ndalimeve absolute për sot. Mos je borxh. Edhe nëse shoku yt më i mirë ka nevojë. Thuaj se nuk i ke aksesueshëm tani. Mos rrit limitin e kartës së kreditit. Duket si zgjidhje, por është një lak që po ta vësh vetes në fyt. Mos bëj plane pushimesh. Edhe nëse sheh një bilet me 10 euro. Ato 10 euro do të duhen për diçka shumë urgjente. Ndikimi i shtëpisë së tetë, trashëgimia dhe borxhet. Ndërsa po flasim për kursim, shtëpia e tetë, e cila mbulon paratë të tjerëve dhe krizat e thella, po fillon të aktivizohet. Kjo tregon se kjo krizë familjare mund të ketë lidhje me një borxh të vjetër ose një detyrim që prindërit tuaj nuk e kanë shlyer. Ti do të jesh ai që do të duhet të pastroj këtë mëkat financiar të së shkuarës. Nëse e bën këtë me paratë që kursen sot, ti po thye një karm familjare. Po e mbron brezin e arshëm nga i njëjti fat. Këtu arrim në pikën kulminante të këtij paralajmërimi. Kjo nuk është thjesht një këshill financiare. Është një strategji mbrojtjeje për integritetin tënd si shtylla e familjes. Kur telefoni të bjerë dhe zëri nga ana tjetër të jetë i dridhur, ti duhet të jesh gati. Rituali i mbrojtjes së pasurisë, hapat praktik. Për një dash, veprimi është ilaçi i vetëm kundër ankthit. Nëse ndihesh i shqetësuar për atë që po vjen, kanalizoje këtë energji te këto veprime konkrete që duhet t'i kryesh brenda orëve të mbetura të ditës. Inventari i likuiditetit. Hap çdo aplikacion bankar, kontrollo çdo xhep xhakete dhe çdo sirtar. Shkruaj në një letër, jo në telefon, shumën e saktë që ke në dispozicion tani. Ky është numri yt i sigurisë. Vetoja 24 orëshe. Vendos një rregull të prerë. Asnjë blerje mbi 1.000 lek pa fjetur gjumbi të. Nëse nesër në mëngjes dëshira për ta bler atë gjë është zhdukur, urime sapo fituam betejën e parë. Bllokimi i tentacioneve. Hiq opsionin autofill të kartës tënde në browser. Vështirësia për të gjetur kartën fizike dhe për të shkruar numra do të jap kohën e mjaftueshme që logjika të mposhtë impulsin. Kur telefoni bie, si të reagosh ndaj krizës? Kur lajmi i papritur familjar të mbërrijë dhe sipas syjeve, kjo do të ndodh kur ti të jesh më pak i përgatitur emocionalisht, ndiq këtë protokoll. Dëgjoj deri në fund. Mos ndërhy me, e dita unë, ose pse nuk më treguat. Dashi ka prirjen të sulmoj kur ndihet i rrezikuar. Qëndroj i heshtur. Mos premto me njëherë. Edhe nëse i ke paratë e kursyera fal këtij paralajmërimi, thuaj. Më lini 30 minuta të shoh çfarë mund të bëj. Kjo krijon një kufi respekti dhe nuk i mëson të tjerët që ti je një bankomat i pafundëm. Zgjidh krizën, jo fajin. Pasi të keni kaluar urgjencën, mos u kthe te debatet se kush e shkaktoi. Përdor forcën tënde të Marsit për të ndërtuar një plan që kjo të mos përsëritet më. Shpërblimi i vetë përmbajtjes.
Nëse arrin ta kalosh këtë fundjavë dhe javën që vjen pa shpenzime të kota, diçka magjike do të ndodh. Rreth datës 28 të këtij muaji, Jupiteri do të fillojë të zbuzë goditjet e Saturnit. Paratë që kursye dhe kriza që menaxhove do të kthehen në formën e një respekti të ri nga ana e familjarëve, dhe një qetësie shpirtërore që nuk e ke ndier prej kohësh. Ti do të vërtetosh se nuk je thjesht një kokënxehtë që di vetëm të fitojë, por një lider i vërtet që di të mbrojë atë që ka ndërtuar. Mesazhi i fundit për ty, dash. Portofoli yt i mbyllur sot është qelësi i shtëpisë tënde të qetë nesër. Mos u tundo nga shkëlqimi i rremi dyqaneve. Shkëlqimi i vërtet do të jetë në sytë e tu kur të thuash: mos u shqetësoni, unë kam situatën në dorë.